duhet them që qeveria e ka parë të udhës sepse ka parë të krijohen kushtet për t'i dhënë më tepër theks forcave që mund të vëri në terrenin e ekonomisë sektori publik. Korporata shqiptare e investimeve është një realitet sot që flet qartësisht për epërsinë e kësaj qasje në raport me atë të mëparshmen që ishte e kushzuar nga koha dhe nga mekanizmat e dobët që ne e kishim në dispozicion. Korporata shqiptare e investimeve sot ka krijuar një portofol me një kapacitet mbi gjysmë miliard euro që do të shkojnë në interes të shtetit shqiptar, duke mos bërë asgjë tjetër përveç se pronat publike, duke i vënë në shërbim të zhvillimit për interesat edhe të shtetit. Jo më kudo dhe kurdo dhënie të pronës publike për hiç asgjë në emër të zhvillimit, diçka që është bërë në të shkuarën dhe është bërë me drejtë sepse s'ka pas mundësira tjera, se më vjen tani natyrshëm të them edhe për këtë zhurmën e madhe që është ngritur mbi një lajm të rrem, sa thuhet që me demek shteti po fal Zvërnecin, shteti nuk po fal asgjë, sepse shteti aty nuk ka asgjë. Ajo është një pronë private. Një pronë private den babaden. Dhe investitorët e përfshirë në atë proces janë investitorë tejet serioz, të cilët atë pronë e kanë marrë nga privatët, që t'jemi shumë të qartë. Ndërkohë që shteti ka pasuri në anën tjetër të projektit, që është Ishulli i Sazanit, ku ende sot nuk ka mbaruar negociata pasi Korporata Shqiptare e Investimeve është pjesë e projektit. Dhe shteti shqiptar do t'jetë aty. Dhe toka e Ishullit do t'jetë aty e shtetit shqiptar. Kompania tjetër që ne kemi krijuar, që është një kompani publike po ashtu me partneritet privat, është Alp Tresi. Alp Tresi sot ka marrë të gjitha ato që deri dje bëheshin me koncesione të dështuara. Koncesioni i markimit të naftës, koncesioni i pullave fiskale kanë qenë koncesione të dështuara. Sot nuk janë më koncesione, por janë aktivitete të ligjzbatimit, të cilat i bën një kompani publike me përfshirjen e një partneri tjetër shtetëror, Emiratet e Bashkuara, dhe me ekselencën që vjen pastaj nga privati, duke mundësuar që markimi i naftës, gjurmimi të gjithë madrave të akcizës, identiteti digital, letrat me vlerë, të gjitha këto të jenë pjesë e një holdingu shtetëror. Dhe natyrisht këtu shteti merr edhe të ardhurat. Sot, faktikisht, nuk kemi më në kushtet e koncesionit për pashaportat, edhe për kartat e identitetit. Sot, karta e identitetit kushton më lirë dhe shteti shqiptar, përmes kompanisë përkatëse, Identitek, përfiton para, të cilat deri dje shkonin të gjitha në xhepin e një privati. Kompanitë që po krijojmë në fushën